Shqipëria me IQ më të lartë në Ballkan Shqiptar në vendin e 19 në botë për inteligjencë. Rreth 1.2 milion persona nga gjithë bota kanë marrë pjesë në testimin ndërkombëtar të IQ-s së zhvilluar në 10 shtete për të matur nivelin mesatar të inteligjencës sipas vendeve, sipas të dhënave të publikuara nga International IQ Test. Shqipëria renditet në vendin e 19 nga 137 shtete me një mesatare prej 101 pikësh, rreth 4 pikë më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Ky rezultat e pozicionon vendin tonë në shtetin me IQ-n më të lartë në Ballkan. Pas Shqipërisë, Serbia renditet e 32-ta me 99.8 pikë, Maqedonia e Veriut në vendin e 45 me Malizi në vendin e 51, ndërsa Bosnjë-Hercegovina mbyll listën e rajonit në vendin e 67. Renditja globale. Vendet aziatike dominojnë listën e IQ-s më të lartë. Korea e Jugut mban vendin e parë, ndjekur nga Kina dhe Japonia, të njohura për investimet në arsim, teknologji dhe kërkim shkencor. Në Europë, rezultatet më të larta regjistrohen nga Rusia dhe Spanja. Në fund të renditjes globale ndodhen disa shtete të Afrikës dhe Azisë Juglindore ku mesatarja e IQ-s është më e ulët. Ruanda, Timor-Leste dhe Somalia renditen në fund të listës. Një situatë që lidhet me faktorë si varfëria, qasja e kufizuar në arsim, konflikte dhe mungesa e investimeve në shëndetësi dhe zhvillimin social.